Në një nga netët më të tensionuara dhe plot emocione brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, një episod shpërthimesh dhe akuzash mori vëmendjen e të gjithëve. Fjala e radhës erdhi nga Hygerta, e cila, dukshëm e dehur nga pijet, nuk e kontrolloi dot nervozizmin dhe emocioneve të akumuluara. Me një ton të lartë dhe të prerë, ajo I drejtohet një banoreje tjetër me fjalë shumë të rënda: "Ti ki me vasi një femër e mirë, po ti qenke e digjeneruar, femër e përdal. Faleminderit." Fjalët ishin të forta, sulmuese dhe të papërpunuara, tipike të momenteve kur pija, lodhja dhe izolimi bashkohen për të shpërthyer tensionin. Por ajo që e bëri situatën edhe më të ndjeshme ishte mbështetja fizike dhe emocionale që Labi dhe Dolce I dhan Hygertës, duke e mbajtur për kraharor për të mos lejuar që gjërat të eskalonin më tej. Ishte një përzierje e konfuzionit, nervozizmit dhe përpjekjes për kontroll mbi një situatë që po dilte jashtë çdo norme. Banorët e tjerë u ndan mes shikimeve të habitura dhe përpjekjeve për të ruajtur qetësinë. Disa e shikonin me humor të hidhur, të tjerë me shqetësim, ndërsa atmosfera e shtëpisë u mbush me tension të dukshëm. Momenti tregoi një tjetër dimension të Big Brother Kosova, jo vetëm lojë strategji apo debate për nominime, por edhe shpërthime emocionale që vijnë nga izolimi, konkurrenca dhe presioni I përditshëm. Hygerta, duke qenë tape fare në pije, siç u përshkrua nga vetë banorët, nuk e matte ndikimin e fjalëve të saj. Por mbështetja e Labit dhe Dolces tregoi diçka tjetër, edhe në mes të shpërthimeve më të forta, brenda shtëpisë ekziston solidaritet dhe kujdes për njëri tjetrin. Ata nuk e lejuan që situata të përshkallëzohej në konflikt fizik, dhe kjo tregoi një dimension të rëndësishëm të bashkëjetesës në Big Brother, qoftë në debate të ashpra, qoftë në momente humori apo akuzash. Mbajtja e kontrollit dhe përkujdesja për të tjerët mbeten kyçe. Ky episod la pas një kujtesë të fortë për publikun. Lojtarët e Big Brother Kosova nuk janë thjesht